këto janë problematika ala shqiptarshe që si ka njeri. Dhe këto janë në masë? Dhe këto janë në masë. Nuk flet njeri për këto. Por këto janë që krijojnë shumë kosto. Shpeshherë fermeri do preferon dhe të mos merrte fare subvencionet publike vetëm mos kishte këto lloj problemesh dhe mos kishte këto lloj barrierash. Sepse ne kemi pasur edhe të tillë situata dikur që një italian kishte marrë ca toka me qeran nga shteti me një çmim simbolik dhe e jepte me qera shqiptarëve pastaj, me çmime të kripura. Pra, kemi edhe të tilla historira. Pastaj problemi tjetër shumë i mprehtë është mungesa e prodhimit vendas të inputeve bujqësore. Në qoftë se kostoja e një fermerit, qoftë e atij që kultivon tokën, qoftë e atij që mbashton baktin, kostoja e inputeve, kur themi inpute se duket sigurisht në një fjalë madhe, plehu, ato helmet që i thojnë fermerët produktet mbrojtëse në gjuhën shkencore, që mos thoj njëri se di ka Albani këtë, po ato helmet që i thonë etjerë, farat, fidanet e gjitha këto, ose ushqimi që marrin për baktit ato thas që vinë nga Serbia për të ushqyer pulat, derrat, etjerë. Vetëm kosto e transportit të tyre është 20-25% e vlerës me cilën e blen aja thesin. Pra në qoftë se ai e blen, po themi 500.000 lekë tonin, në këto 500.000 lekë, të paktën 100.000 lekë është vetëm kosto transportit, që do të thotë automatikisht fermeri shqiptar, i cili mbi 95% të inputeve, 90% inputeve i merr jashtë shtetit, se vetëm misër e grur prodhohet në vend, asgjë tjetër, edhe paksa jonësh. Pra, për 90% të inputeve të tia, ai është 20-25% më shtrejt se gjithë fermerët edhe të rajonit, edhe të Ballkanit, edhe të Europës. Pra, ai fillon me njëherë, fillon garën duke u nisur një 2 metra mbrapa startit krahasuar me të tjerët. Pra, ai fillon startin mbas të tjerëve. Ky është problemi i parë i tij. Problemet e tjera, ky është problem që duhet zgjidhur dhe ne po e shohim tani me çështjen e inputeve, rritja e karburantit me 20-30% sa që është rritur në tregjet ndërkombëtare, nuk duhet të shkaktonte rritje me 30 apo 50% të prodhimit të inputeve. Sepse si do që tjetë puna, kostoja energjetike në një produkt nuk shkon më shumë se 35%. 35% e shumëzuar me 30% rritje, do t'ishte 10% mbi produktin, por jo 30% mbi produktin. Sepse prodhimi i një plehut, i ures apo i dapet e tjerë, nuk është i gjithë i karburant. U rrit karburantin 30% dhe ti rrit 30% produktin. Dhe ky problem, zoti Zusi, që ju sapo e cekët, dhe të tjerë që ka fermeri sot, nuk e bën konkurrues në raport me rajonin, por edhe më tej me Bashkimin Evropian, me fermerin serb, me fermerin malazez, për mos shkuar pastaj në Europë? Si mund t'jetë konkurrues kur të thash edhe me ta thash, ka këto lloj probleme që nuk i kanë fermerët e tjerë. Ka këto problemet administrative, problemin e tokës, problemin e këtyre qerarave e tjerë. Ka problemin e inputeve që nuk i ka prezent, që nuk i kanë fermerët e tjerë. Kemi probleme të tjera të mungesave të logjistikës në tërësi, që përsëri nuk i kanë fermerët e tjerë, sepse fermeri europian e kanë derë shtëpisë, e ka 50 km larg prodhusin e ambalazhit, prodhusin e pajisjeve të ndryshme që i duhen. Ndërsa këtu, edhe ambalazhet ne duhet i sjellim nga 1000 km larg distancë. Pra, edhe në këtë pjesë fermeri jonë është i dizavantazhuar, sepse çdo gjë që duhet ta marri nga jashtë, çdo gjë vjen, edhe plastika, edhe kartoni, edhe paleta, edhe qelçi, edhe kanaçja, çdo gjë vjen nga jashtë. Pra në të gjitha elementet që përbëjnë produktin final të tij, fermeri jonë është i dizavantazhuar, o fermeri drejt për drejt ose agroindustria që do përpunojë produktin e tij. Dhe agroindustria ku do e shkarkoj në fundit, do e shkarkoj tek çmimet e blerjes lëndës parë. Kështu që si një vend që aspiron integrimin në Bashkimin Evropian dhe jemi në fazën e zhvillimit të kapitujve, sa larg është fermeri ynë? Ne duhet zhvillojmë një kapitull shumë të rëndësishëm. Ne duhet zhvillojmë kapitullin e rritjes dhe nxitjes së prodhimit vendas.
Ky është kapitulli më i rëndësishëm që ne duhet zhvillojmë, sepse ne mund t'i firmosim ato kapitujt e tjerë, se nuk po zhvillojmë asgjë, thjesht po i përkthejmë edhe po i firmosim, po i kalojmë parlamentet, po themi i aprovuam dhe i kthejmë në legjislacion. Ne aprovojmë, po i aprovojmë, por është provimi para ndërkombëtarëve pastaj. Ato po aprovohen pa na pyetur ne që duhet i zbatojmë. Dhe po aprovohen me idenë tani, po nuk kemi ç'a të bëjmë, ka ca kosto kjo historia e integrimit në BE, po s'mund të jetë kështu. Integrimi në BE duhet jetë oportunitet, nuk duhet jetë kosto. Sepse pastaj do shohim që do krijon ca historira të tjera, nëse bizneset do fillojnë të rënohen, do thonë shqiptarët pastaj që na u desh që hymë në BE. Kështu që kapitulli i parë që ne duhet bëjmë është një kapitull tjetër, siç janë dhënë ato 50 milion euro për këtë punë, duhet jepen përsëri një 50 milion euro të tjera për të ndërtuar industri që krijojnë pavarësinë ekonomike të sektorëve bazë të paktën në Shqipëri. E kam thënë disa herë këtë ditë, në 9 janar Bashkimi Evropian ka aprovuar, dhe këtë duhet ta bëjnë ndoshta edhe vite të tjera, por të paktën ky është viti i parë që unë e kam parë, ka aprovuar një listë me një 10-15 faqe të produkteve strategjikisht të rëndësishme për Bashkimin Evropian, të cilat krijojnë pavarësi geostrategjike, geopolitike nga Kina, nga Rusia, nga Amerika, nga India e vendet e tjera. Dhe thot, kush mi prodhon këto lloj produktesh, ka X nxitje, favorizime e tjera. Administrative nuk bëhet fjalë, por edhe nxitje të tjera. Pra, Europa, që është krejtësisht e kompletuar, për ne është simboli i zhvillimit, krijon politika të tilla për të krijuar pavarësinë e vet. Po ne, që kemi kaq shumë deficienca, a duhet edhe ne të krijojmë atë listën e produkteve tona strategjike të cilat na krijojnë pavarësi?